Në ftesë të kryeministrit Miloš Vučević, presidenti Aleksandar Vučić mori pjesë në seancën e zgjeruar të qeverisë së Serbisë, në të cilën, siç njoftoi ai, u shkëmbyen informacione për situatën aktuale të sigurisë në vend dhe rajon, me fokus të veçantë në sfidat e sigurisë në Kosovë dhe Metohisi dhe në Bosnë e Hercegovinë. U diskutua edhe për aspektet e përgjithshëm të protestës së paralajmëruar të 15 marsit dhe u theksua se Serbia përpiqet të ruajë paqen dhe stabilitetin, si dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve të saj, ka thënë presidenti i Serbisë në një postim në Instagram. Nën kryetari i listës serbe Ivan Zaporožhac se dihet se Albin Kurti do të përpiqet të pengojë listën serbe të fitojë të 10 mandatat dhe se do të përpiqet të shtyjë në parlamentin e Kosovës serbe të rrejshëm dhe të ndëgjueshëm të tij, të cilët do të mund t'i kontrollojë vullnetin e popullit serb. Zaporožhac thotë se Nenad Drašić ka tentuar dje të akuzojë listën serbe, madje edhe atë personalisht, për kërcënime ndaj qytetarëve. Së pari ata u përpoqën që të ndalonin pjesëmarrjen në zgjedhje dhe më pas bën fushat kundër nesh dhe kryen represion policor kundër qytetarëve, kujton Zaporožhac. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjuca ka thënë se qëllimi i vetëvendosjes është që qeveria re të formohet pa listën serbe. Qeveria Kurti 2, siç e keni parë, është formuar në bashkëpunim me pakicat jo serbe. Kjo ka ndikuar pozitivisht në Kosovë dhe ka penguar që lista serbe, e cila vepron në ndikimin e Beogradit, të ketë pushtet vendimtar që kishte në qeveritë e mëparshme, tha Konjuca. Ish diplomati Avni Arifi tregon se Albin Kurti, me akuzat e tij ndaj listës serbe lidhur me çështjen e certifikimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po i mashtron qytetarët e pashkolluar të Kosovës. Arifi tha se vetëm gjykata kushtetuese mund të shpallë një parti politike, organizatë kriminale dhe në këtë mënyrë t'ia ndalojë pjesëmarrjen në zgjedhje. Këtë procedurë ka nisur qeveria apo presidenti me kërkesën e gjykatës kushtetuese, jo në Komisionin Qendror Zgjedhor. Kurti dhe qeveria e tij nuk kanë bërë asgjë për të ndaluar veprimet e listës serbe, tha Arifi. Përfaqësuesi i sindikatës së nënpunësve politik të Kosovës, Ali Sefaj, pohon se Albin Kurti po përdor listën serbe për të marrë në dorë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Si sqaron ai, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, lista serbe si parti e regjistruar politike certifikohet automatikisht dhe kjo nuk varet nga antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila është e përbërë në atë mënyrë që të mos lejojë asnjë parti të manipulojë procesin zgjedhor. Kurti duhet të kuptojë se ky sistem është ndërtuar për të mbrojtur zgjedhjet e lira dhe të ndershme, tha Sefaj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës vendosi të rinumërojë votat nga 50 vendvotime dhe në panelin zgjedhor janë paraqitur disa ankesa, të cilat sërish kanë vonuar publikimin e rezultateve përfundimtare. Dje, siç thuhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, një subjekt politik ka paraqitur 3 ankesa në Komisionin Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Lëvizja e vetëvendosjes ka bërë të ditur se ankesa është bërë me kohë dhe se paneli zgjedhor po i ndryshon afatet për të shmangur vendimin për rivotimin me postë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte po arrin në Kosovë, ku nesër do të zhvillojë bisedime me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Marko Milenković nga Iniciativa e Re Sociale thotë se Rutte, për shkak të situatës sfiduese të sigurisë në Bosnë e Hercegovinë dhe Kosovë, dëshiron të dërgojë një mesazh se NATO-s mbetet i pranishëm në rajon. Këshilltari i lartë i Fondit Isak Marko Savković pret që Rutte të përcjellë një mesazh vazhdimësie në një moment delikat gjeopolitik ku ekziston mundësia e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga Europa, dhe analisti Artan Muhaxhiri beson se ekziston një plan B në rast se amerikanët tërhiqen nga KFOR-i. Gjykimi Milorad Djokovicit nga Vitomirica, i cili akuzohet nga Prokuroria Speciale për krimet e dyshuara lufte në Ozdrim afër Pejës në vitin 1999, ka vazhduar para një departamenti
special të gjykatës themelore në Prishtinë. Siç ka thënë për Kosova Online avokati Vasilije Arsiç, dëshmitari i sotëm nuk ka folur fare për ngjarjet që është objekti akt akuzës dhe trupi gjykues dhe prokuroria duan të krijojnë imazhin se Gjokoviçi është fajtor për të gjitha ngjarjet në PE në vitin 1999. Moti nesër do të jetë mesatar ose kryesisht i vranë me rreshje shiu, rrebesh dhe bubullima. Më shumë rreshje pritet në veri dhe perëndim të Serbisë, ndërsa në juglindje do të jetë pa rreshje. Temperatura mëngjesit do të jetë nga 1 deri në 11, kurse ajo më e larta ditore nga 12 deri në 22 gradë Celsius.